Baja ndërhyrje aleati strategjik, duke i dhënë vulën asaj që ndodhi më pas, por duke se mos ta kanë ndihmuar këtu edhe rrënjët e vjetra, sepse shumë lajme kanë qarkulluar në vitet e fundit deri ke nëna e George Washingtonit që është nga PEA. Por ju keni një këndvështrim tjetër që demontoni këtë si një kritik i holl, duke shkuar deri në detaje për zbuluar se cila është e vërteta që do na e thoni tani dhe unë të falenderoj. Po, sigurisht, zotëri Bolla, shqiptarët që të mos ta mohojmë apo zbejmë të vërtetën, se vërteta nuk mund të zhduket, por shqiptarët kanë qenë dikus të mëdhej për interesat vendore këtu, ata të cilët kanë jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithmonë, por George Washingtoni të jetë në përjardha shqiptare nuk e shoh si të tillë. Unë kam pas fatin të bëj shkollimin ushtarak në Wayne, Pennsylvania, e cila quhet Valley Forge Military College, Academy and College atje. Do të thotë Valley Forge është i famshëm për krijimin e parë të ushtrisë amerikane në udhëheqjen e George Washingtonit. Ato male aty është bërë mas pari grupimi. Dhe kam pas fatin më shku mi pas zyrët e George Washington, e kam pas fatin mi po garderobat, mi prek historinë me dorë, e kam pas pjesë të shkollimit. Dhe tani ky lajm, atëherë përveç kësaj, fakti është ky lajm është mbi 10 vjeçar. Është dalë në vitin 2011 dhe këtë lajm e thot mas 2022. 2022 me gjasa, nëse e thot një House Representative në Washington atje, si e ka besu vetë mas sa viteve dhe thot, por çka thot ai është fjalët e tij janë komplet shkruame në vitin 2011, e cila shpërfaqet sikur me 1 prill, shpërfaqet sikur gënjeshtra 1 prillit. Pra një gënjeshtër që më pas u përhap edhe u mor si e vërtet. Mori si e vërtet, sepse ne kemi një thënie të mirë, një gënjeshtër nëse thuhet një herë ajo met gënjeshtër, por nëse një gënjeshtër përsëritet 100 herë, dikush ka me besu për të vërtet. Edhe tani unë kisha pas qef që nëpërmes ju, një qytetarët, njerëz, sidomos intelektualët mos bin prej kësaj gënjeshtre. Ne kemi qef të jetë ashtu, por nuk vërteta është tjetër. Unë i kom dërgu 2 ato të cilat tregojnë, do të thotë, prejardhën e këtij informacioni, është koha ditore me 1 prill 2011, e cila e ka bërë këtë gënjeshtër kohë gjatë, e shkruar me gjëra gjatë, shumë rrallë. Shumë, e cila prek emocionet sigurisht, dhe çdo gjë që prek emocione mbahet mend gjatë. Dhe për atë arsye kjo gënjeshtër është mbi 10 vjet tani, dhe kisha pas qef që njerëzit mos të binë prej e kësaj.